Socialistët vijojnë me akuzat e tyre ndaj kryeministrit Berisha për kontrata koncesionare korruptive, kryesisht në sektorin e burimeve hidrike, duke ju referuar njërës prej deklaratave të fundit të kryeministrit Berisha për Shqipërinë, si një vend me 2/3 e burimeve ujore të pashfrytëzuara. Pajtim Bello shprehet për Channel One se kreu ekzekutivit ka marrë peng të gjitha burimet hidrike në vend, duke i privatizuar ato. Të gjitha këto burime hidrike, kryeministri i ka dhënë peng përmes kontratave koncesionare korruptive me procedurat teknikisht dhe ligjërisht të shëmtuara për një periudhë gati 6-7 vjet dhe nuk po ndërtohen. Ata kanë lejen të ndërtojnë, si ndërtojnë, kështu që ne shqiptarët si prekim do më këto burime. Shqiptarët do mësojnë çuditëra të mëdha pas 24 qershorit lidhur me trajtimin jashtëzakonisht barbar të këtyre pasurive prej kryeministrit dhe ministrave të tij. Në lidhje me deklaratën e kryeministrit se Shqipëria është vend me burime të pasura të naftës, Bello thotë se në Shqipëri mungon një industri e përpunimit të naftës, çka sipas tij do e sjellin socialistët kur të vinë në pushtet. Vërtet mund të prodhojmë naftë, por ne nuk përpunojmë naftë në Shqipëri. Pra, naftën që prodhohet në Shqipëri ne e nxjerrim jashtë, eksportojmë si naftë krud, të pa përpunuar dhe ndërkohë importojmë të gjithë në produktet e naftës nga kishim një uzinë përpunimi. Uzina e përpunimit të naftës në Ballsh. Ajo u privatizua, po nga ky kryeministër, dhe tashmë në vend që të përpunonte naftën në vend, ajo nuk përpunon. Ndër të tjera, Bello thekson se socialistët në mandatin e tyre të parë do të heqin aksizën e naftës, duke krijuar kështu mundësinë e uljes së çmimit të arit të zi në tregun vendas.